emision mundësohet nga ISP Broadcast. Jem në lagjën Arbëria në Prishtinë, po zbarkojmë tek rrethi kryesor që dekzon Prishtinën përkatësisht ishte ideuar me vite që ta dekzoj shkarkoj komunikacionin në Prishtinë, në ato që quhet Unaza e Prishtinës ishte premtuar nga viti 2007 këtej, nuk është bërë, jem në vitin 2025. Ishim bërë hapa konkret, përsa kohë që Prishtina po qeverisej dhe menaxhoj nga Isa Mustafa, që nga ajo kohë nuk është bërë asë një progres substancial për t'i dhënë Prishtinës një shans të transformimit të vërtet. Sot Prishtina ka kaos në trafik, kundër që ka kaos dhe në shumë sektor të tjerë. Po zbarkojmë bashkë me Qendrim Kryeziun, cili po vëzit makinën deri te rrethi. Përshëndetje Qendrim. Përshëndetje zotëri Berisha. Fatmirësisht ky segment rrugë nga Arbëria deri tek rrethi atje, siç mund ta xhiroj dhe kujtimi duket jetë i lirë për qarkullim. Është koha kur është i lirë se na ka bothi. Na ka bothi edhe Prishtina. Jeni lindë e rrinë në Prishtinë. Aman men që situatë të trafikut, po nismi nga trafiku, nga përjetimi çdo ditë shumë njerëzve që kanë nga mëngjesi ndarë. Me fol tash për kohën e para luftës, nuk ka pas vetura shumë, po për kohën e mas luftës. Pas luftës këtej, po. Pas luftës këtej. Është njëjtë, 26 vite, nuk është bo asnjë ndryshim në lagjën Arbëria dhe në asnjë lagje tjetër të Prishtinës. Edhe ku për na bën dëm neve më shumti. Po duhet për punë të njëjta që mundet me kry një ekip, me marrë 4 ekipe me kry një punë në Prishtinë, që për na kushton kosto financiare në Jemi pikrisht Qendrim të vendi ku janë vendosur stabilimentet e betonit, mbi cilat do të bëhet një trase e re, siç është menduar Unaza e Prishtinës në gjykimin e kryetarit aktual Rama. Gjithë ky projekt është bllokuar nga qeveria qendrore. Së fundi retorika zotit Rama tregon se ai nuk ka mund të bëj asnjë projekt madh kapital për shkak të qeverisë qendrore. Kritikët e zotit Rama e akuzojnë atë se tërkohen, por duke u arsyetuar, duke i lënë fajin vetëm qeverisë, përsa kohë që nuk e shpenzoi më buxhetin e vet sa kishte për investime kapitale. Për ju, cila është e vërteta? E vërteta për mu? Po. Me qenën kryetari i komunës Prishtinës, kisha dalë dhe kisha protestu. Edhe nuk e kisha vazhdu asnjë projekt pa e kry projektin e parë. Deri kur të kesh kuptuar i gjithë populli i Kosovës se po bllokojna prej qeverisë. Unë këtu nuk shoh bllokim prej qeverisë, unë shoh më shumë probleme të tjera të brendshme, sepse nuk ka qenë vetëm zotëri Rama në qeverisjen e Prishtinë, ka qenë me Partinë Demokratike, më herët ka qenë me vetëvendosjen udhëheqja qeverisë, edhe atëherë ka pas udhëheqje Prishtina prej vetëvendosjes. Po. Kështu që nuk janë këtu janë probleme të tjera të brendshme të tyre, që janë për prokurorinë. Si duket sot Prishtina për ju? Prishtina në pritje që zgjedhjet të mbanë të diele. Prishtina për mu personalisht duket merr. Edhe jena para një pikpyetje se nuk jena kandidat për me votu. Nuk jem kandidat potencial. I ke ndjek zotimet, premtimet e tyre. Duket premtime repriza. Përja shto këto, në base noj premtim që nuk i kem dëgjuar ende për të krijuar në base noj premtim të atill. Po thëmë, gati fantastiko shkencor për të kriju një shtrat që ta sjellim ujnë e detit Adriatik dhe në Prishtinë. Cili premtim? Për ta sjell një premtim. Ma tregonja. Ky premtim i ka munguar Prishtinasve. E cili premtim i ka munguar? A cili ishte premtimi kryesor kësaj radhe? I ka munguar një premtim kryeziu, ma ndëgjët lutem. Premtimi që Prishtinës pe banalizoj pak, pe parodizoj, për të sjellë Prishtinës ujë Adriatiku, se liçen e krijuan, çdo të madhe krijuan, dhe po mungon vetëm të krijohet një shtrat, një korridor, mundësie që të sjellet ujë i Adriatikut, ujë i detit Adriatik
nga Mos ja ushtim nëna se shkojnë e binë me bidona dhe ne ky kena pru. premtim mungoj. Përndryshe, duket që Përndryshe, njerëzit janë të shqetësuar. Kandidatët për Prishtinë, sipas kritikëve, janë në situatën kur po premtojnë ka pak pusetash për një Prishtinë me nevojë atje zakonshme etike për të transformuar. Para 8 vjetë, kem pas prej 2-3 kandidatëve, kifle. T'lutna, fokusoj aty, këto janë që më pengojnë më shumëti. Shikoj në anën tjetër. Vetorinat, Bërlogu. Kështu është gjendja reale e Prishtinës. Të lutëm, ule aparatin rreth rrugës dhe shikoje rrugën poshtë, fokusin poshtë, si është rruga. Po vazhdon me ritëm Ura, ritëm gati dëshpërus të vijoj ky projekt strategjik. Nuk e di si Zoti Rama nuk është që kur kandidoi herën e parë, nuk është që nuk kishte ide dhe vizion, por gjithaj vizion, gjithë ato ide që i shfaqi, në realizim dështuan, thuaj se në mas të madhe projekte strategjike. Ka dështu Rama, jo projektet. Po projektet janë të dështuara, rrjedhimisht ai ka përfaqësuar vizion, po. Ka dështu Rama e projektet, thonë tregova, në projektin e parë, nëse më kish bloku dikush, unë nuk kisha vazhdu në projektin e dytë deri kur e kisha bë temën. Nuk e kisha vazhdu projektin e dytë, pa i tregu krejt Prishtinës dhe 300.000 prishtinazëve mi thonë si filan personi pa ma blokon rrugën. E ka thonë? Nuk e ka thonë asë njerë që shduhet. E ka thënë po me blokon Murati, po me blokon e tjetër, por kritikët e Zotit Rama dyshojnë se kjo është e vërteta. Edhe në dyshoj se përderi sa nuk është përballë me fakte, nuk i ka ndjek procedurat ligjore, gjyqësore, me shku dhe me kërku të drejtën e vetë, deri në fund, me menaxhu të drejtën e vetë. Kryetari ka të drejtë me dalë edhe me shpërncu leje. Edhe me bë pazar me njerëzit që i kanë pronat për me liru rrugën. E ka edhe të drejtë, ja jep ligji, cilin e ka shfrytzu ky me dalë me bë. Për çka e mbani mend ju Zotin Rama? Që ja ka qu kiflet fëmijëve në shkollë. Po ti thush këti premtim? Zotim ka qenë që ta ka realizu. Prishtina ka nevojë për kësi premtime, po punë ordinere që du ta bëj kryetari këtë. Nuk a do duhet të jetë ky lloj premtimi? Vitin 2025 nuk do duhet. Të premtoj që do të rregulloj kanalet e pusetave. Unë të tregova në fillim problemet e mia si biznesmen i Prishtinës, si investitori i Prishtinës. Si investitori i vendit tim, si mbrojtës i vlerave të vendit tim, në Prishtinë kosto e njëjtë financiare më del 4 fish deri në 5 fish e punëtorëve. Më shumë. Për shkak të këtyre sepse ja kam dhuru edhe një dhuratë ose më në tha lexoni ta kanë libër për parim. Nuk e ka thënë ashtu që është e vërteta. Edhe ja çova një dhuratë për parimit, thash merr thash kryetar lexoa thash në libër thash se po thu do të më lexoj librin në kolona. Në fillim i ke besuar Zotit Rama, po? Po, kemi besuar. Sepse për fason të jeti arkitektonike... Kemi menduar se do të erdhë nga Londra, do të sjellë për transformim të Prishtinës. Një transformim të Prishtinës, një ndryshim të Prishtinës, një rregullim të Prishtinës, një zhvillim ndryshe të Prishtinës, hapësira të reja. Shikoj, jemi të rreth rrotullimi që lidh fush Kosovën, Prishtinën, me Gjilanin, drejtimin e autoudhëve për vendin tjetër. Të solla këndej fillimisht, sepse jem të rreth rrotullimi i çlirëtarëve tonë kryesor që na kanë sollë lirin. Shikoje se si konsiderojmë na miq tanë që na kanë shliruar lirin. Të lutem aparatin jashtë. Po. Këto betorina nuk janë as në Afganistan, nuk janë as në Bangladesh, nuk janë as në Indi, as në nuk e di në një vend më të merr. Shikoj si është gjendja për kësaj traseje në tokë kujtimi për si gjëra. Kjo është hyrja të ambasadë amerikane. Imazhi shëmtum. Imazhi më i të merrum i mundshëm. Vetë shikoj sa bërllogi është. Ashtu është edhe në anën tjetër. Shikoj si ja kena lënë hymnin ambasadës, sepse u burrin mbrana e kom rrekulli. Shikoj bërllogin para ambasadës. Lutem na fokusoje poshtë. Shikaj, këto janë betorina të cilat... Problemi me betorina vazhdon i madh në qytet. Pati një konflikt midis ndërmarrjes pastrimi i komunës Prishtinës, bëri përpjekje Rama që ta liberalizoj tregun, por u ballafaqua me
me problemet në kuvend komunal, me gjykatë e tjera, thjesht pati polemika të atilla sa që... Po pse u dërzu? Se që deri në fund? Veturinat janë në sipërfaqe, përgjithësinë e ka direkt zoti Rama, si do të shoh. Që problemin deri në fund? A gjeti komunikim si duhet, vetë zoti Rama me gjithë ata që bën polemika e kundërshtuara, a do të mund të zoti Rama ta zgjidhte këtë punë si kryetar? Nuk besoj. Nuk besoj sepse është treguar shumë, shikoj, vazhdoj pomjet, a do të kishte mundësi ta zgjidhte? Para ambasadës. Se për mbeturina po flasim po. Nuk ka guxim zotri Rama, nuk ka kapacitet me zgjedh këto. Zotri Rama është njeri kulturum, është njeri qytetërum, është njeri Londrës, nuk është mësu me problemet e Prishtinës. Prishtinës e vyn një njeri që duhet me dalë dhe me rrë që kiqin ndoshta vetë. Kush po të binë prej kryetarëve? Ke zotin Rama? E ke zotin Rama? Zotin Rama falenderoj për flamurin e ushtrisë lirimtare këtu, që na ka dhënë të drejtën me vendos, edhe na ka dhënë pa asnjë hezitim, sepse në disa kryetarë të tjerë hezitojnë për vlera kombëtare çmoj edhe vlerësoj zotin Rama, sepse ma ka mundsu këtu fillimisht agim Pllashnikut e pastaj kur e solla flamurin gjigant këtu me sjellë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, na provoj në mënyrë zyrtare pa e diskutuar edhe asnjë sekond fare. Për këto e falenderoj edhe çmoj. Ka Prishtinën e pret një mandat sfidues, tepër sfidues. I disa kandidatëve që po garojnë është zoti Rama. Shikaj, aksidentet të përditshme, blokadat, kolonat. Është zoti Rama, është... Kjo rrugë këtu të QTC-ja, nuk i ka më shumë se 1 kilometër e gjys, poshtë e keme 4 kursi. Këtë unë për shkrim përbojmë përsa ko që edhe po diskutojmë për problemet e sotme të Prishtinës. Po të ishte 4 kursi, nuk do të kishe kolonë për fush Kosovë. Shikaj mbeturinat, për ballë ambasadës amerikane, rreth ushtrisë tonë, rreth njerëzve që na mbrojnë. Shikaj ku i mojna njerëz tonë. Shikaj, kjo është pasqyra jonë. Kjo është pasqyra jonë. Për parim Rama, Urani Smali, Hajrullah Qeku, Bek Berisha, Besa Shahini, kandidat pa diskutim të fortë dhe gjithë vëmendja në nivel kombëtar me gjas, do të fokusohet edhe në Prishtinë, me qenë se është kryeqytet Kryziu. Tash sipas jush, kush është kandidati që për ju për bëm premtim, shpresë se mund bëj në gjatë të madhe për Prishtinën? Nuk është që besoj dhe shpresoj në asnjënin prej tyre, por si njeri i reformave që jam, i ndryshimeve që jam, mendjen, po ta them personalisht, e kam tek Bek Berisha dhe Besa Shahini për ndryshim, sepse Urani Smali ka qenë nën kryetar i Prishtinës, ka qenë në koalicion me përparim Ramën, me pas desh me bu diçka ish dola, kish ngull kom, po s'ka desh me dal me ngull kom, se ka qenë i zonë pas bizneseve të veta, dhe kur vjen vota, veç me dal me ta lyp votën, mu nuk më duket në rregull ajo punë. Si është e Prishtinën përparimin, po e shohim punën e përparimit, punën e Hajrullahit, apo ankohet që ja ka bloku vetëvendosja, pse me votu ata që ja ka bloku? Ose qytetarët e Prishtinës nuk e votej. Ky përparimi ka problemet me vetëvendosjen, me Hajrullahun, me njerëz të vetëvendosjes për blokada. Pse duhet me bloku ti dikon që do me punu? Po, këtu, sipas me këto blokada, nuk ka vend për pritje, premtuese për një Prishtinë të transformuar për 4 vite të ardhshme. Jo. Je i sigurt? Jam 1 miliard % i sigurt. Këtu i duhet një Agim Aliu i Ferizajt, i duhet një Ekrem Kasrati i Malishevës, i duhet një Shaqir Tota i Prizrenit, i duhet një Shpejtim Bulliqi i Besjanës, i duhet një Ardian Gjini i Gjakovës. Këto komuna janë që kanë bërë reformim dhe revolucion e komunat e tyre. Belesad me dëshirën më të madhe kisha bërë Ferizajin kryeqytet të Kosovës, sepse tregon pastërti, tregon rregullim, ndërtim, zhvillim, hapësirë, kolonat që kanë qenë në qytetin e Ferizajit më nuk janë. Po kaloj në rrugët ku kjo trase është krijuar krejtësisht në mandatet e kaluara, është dhe rrugë magjistrale kjo për sa kohë që po nuk është e mandateve të komunave. Jo. Nuk është e mandateve të komunave, kjo është e qeverisë. Këtu shumë afër në djathë kemi një deponi vrastare të ambientit që është krijuar dhe nuk është larguar fare në Prishtinë. Prishtina është e kërcënuar dhe nga tymtarët e Obiliqit që shkaktojnë ndotje të madhe, kërcënim për shëndetin. Për tymtarët problemi është tek Albin Kurti që e nali atëherë
problemin kompaninë amerikane me zhvillu qytetin, me zhvillu, jo qytetin, po me zhvillu vendin tonë me energji elektrike, sot përballemi me fatura të 4-5 fishuara nga qeverisja Kurti. Pse duhet me votu nga lider të qeverisjes Kurti, kur të njëjtit na i kanë shtrejtu rrymë për 500%. Kush e fiton Prishtinën sipas jush për të disponimit personal që ke? A është rezultati vështirë i parashikueshëm? Jo vetëm Prishtinë, por thuajse në nivel vendi kryesor. Për zotin, në Prishtinë është shumë diskutabile, njerëzit janë shumë diskutabil. Unë ju kam thonë që duhet njerëzit me ndryshu edhe me shku vota direkt për njerëz që s'kanë qenë asnjëherë pjesë e një qytetit. Në çdo qytet i kam thonë, nëse dëshironi ndryshime, ju lutem votoni ata që s'kanë qenë asnjëherë pjesë asaj zone. Çka do doje të ndryshoje shumë në Prishtinë për sa kohë që jemi të rrethi kryesor këtu? Në Prishtinë. Të rrethi kryesor. Ja çka do doja të ndryshoja. A isha bërlogjet? Po. A isha bërlogjet? Veturinat janë problemi kryesor. Problemi kryesor. Mbetet inerte, po. Shikoj. Mbetet inerte, kjo nuk është mbetje inerte, është sasia e... U i kanë hek në i ndërtimë të bona i kun. I kanë hek edhe gjuqë aty me të ngjafshëm. Nuk... Shikoj, ende kem objekte në çdo hyrje të qytetit që ta tregon ty kulturën tonë. Shikoj, kjo është kultura jonë, edhe pse është një zoj në moshën tonë, atë zebrat i ka 50 metra më nalt. Kjo është kultura jonë që nalmi ku të mujna, e lajmë veturën ku të mujna, e parkojmë veturën ku të mujna, a është duke vdek dikush në spital. Kjo është rrethit e flamurit, si që është quajtur, po. Jemi të rrethit e flamurit. Prishtinë nuk po shihni që është bo në i projekt strategjik. Në fakt, mund të shkojmë tek rruga Xhimxhema, njëri prej veprimtarëve të shquar të angazhimit për kauzën e popullit të Kosovës për lirit, ndodhet atje, lidhet me rrugën A. Është... Por, ky projekt, po ashtu kryesiu, rruga Xhimxhema, 2 kilometra e gjysmë, 2500 metra dhe ende s'ka përfundu. Është ndru në çështje, me problem të kryet rruga Xhimxhema, që duhet kalojnë nëpërmjet një nënkalimi në Kalabri, e që nuk po bëhet, ta zëm më shpejt mbase kryet. Kjo rrugë nuk është e qeverisë këto. Kjo rrugë nuk është e qeverisë. Shikoj gropat, nuk është e qeverisë. Pse se ka riasfaltu këto? Unë po kërkoj projekte strategjike, sepse po i shikove edhe kapakte pusetat ku kalojnë ujrat atmosferike të zeza. Këta po premtojnë kapakt pusetave. Ti edhe qëto më të lirat nuk i kanë rregullu. Shikoj bëhet kolona për shkak se njerëzit kanë vetura, shtrajta nuk do me dëmtu veturën, punëtor neve na jesin kolon. Krejt janë veturat punës këtë. Tani po shkojmë në drejtim të lagjes Matinje, në drejtim të lagjes së spitalit. Atje ku mund ta shohim gjendjen ekzistuese të rrugës, një investim jo pak i vogël i komunës Prishtinës, por që u stërgjat, aq shumë u stërgjat sa që përshtypja publike njerëzve është që më lehtë mbase mund kryet një autostradë e madhe, një kurudhe madhe, se sa një... A ka mundësi një pyetje? Po, të lutem. Zotri Limaj ka qenë ministër i transportit në vitin 2013-2014. 88 km, më falë, i kam rri për një mandat e gjysë. Për një vit e gjysë. Me shpronësime me gjitha, po. Me shpronësime me gjitha. Ku është problemi? 88 km me të shtru për 4 korsi. Po, jemi të një lagje vërtet kaotike. Vazhdojmë djathas, shkojmë të rruga Xhimxhema, shohim në gjendën e saj. Njëri prej projekteve që është promovuar jashtëzakonisht shumë, që mban kapelën e krenarisë vizionit Zotit Rama dhe nuk ka përfunduar. Krejtjem prona të zërpune. Nuk ka kryetar që guxon me marrë çekiçin edhe me marrë me hap rrugën këtu. Krejtjem prona të zërpune këto. Komplet jem prona të zërpune. As një nuk kanë as tapi, as letra, as i gjohiq. Po vazhdojmë
me përshku këtë rrugë që na shpije tek pallati i drejtësisë. Hyrja spitalit bllokohet këtu prej njerëzve me shikoj ka pak të puseta, do më thonë gomat e makinës janë të dërmuara. Ku kanë me kalu kalimtarët këtë? Ku kanë me kalu familjarët e tyne? Shikaj. Këto puseta është mbush me veturina, se s'ka kapak. Kjo gomë po qanë që ra në atë gremi, në atë gropë të madhe aty. Goma po qanë. Po qanë GPM që ka me blet re se goma knaqet më ndru. I vjerani tjetrës. Po shikaj këtë. Sa është kosto javjetore nga prishjet e goma, konstruksioni? Nga prishjet e gomave, rregullisht çdo vit kemi dikon mbi 6.500-7.000 euro. Rregullisht do t'ja blej për makinat e kompanisë. Vetëm për ndrrime. Po shkojmë te vendi, zoti Kryezio, jem te rruga që ka përfaqësuar premtimin e madh kryetarit Prishtinës për një transformim po ashtu, për një shkarkim të madh. Jemi këtu tek rruga Xhimxhema. Më intereson seriozisht dalmi edhe ta shohim shkurt shohim makinerinë duke punuar, por e kam të paqartë si është e mundur për 4 vite mos të përfundoj një rrugë për 2.5 kilometra. 2.5 kilometra. Edhe 2 vjetë e gjysmë ja hodhon se s'kan me mrim një shtrukë. Ç'është mundon kjo punë. Edhe 2 vjetë e gjysmë. Ç'është mundon. 2 vjetë e gjysmë ja hodhon se s'kan me mrim. Dhe prapë nëse shohim atje për shku Kryezio, lutem, jo, Majtas, shkojmë fillimisht së pari ta shohim se si nuk është hapur nën kalimi tuneli për ta lidhur gjithë këtë zonë me lagjen Kalabria dhe me Veternikun që shkarkohet qyteti. Shikojeni, është blloku. Ajo pjesë është blloku. Kjo pjesë vendimarrje të guximshme nuk po shihet që ka ndodhur. Është përballur gjithë edhe kjo situatë me gjykatë komerciale, me atë, me këto. Po e përshkojmë rrugën, duke se jo është vendosur shtresa e asfaltit, por që punët për cilëse fare nuk janë të përfunduar. A shohim makinerinë e parkuar skaj rrugës, por që punëtor nuk shohim. Ja, atje të nderuar shikues, do të duhej të ishte hapur tuneli për ta lidhur gjithë këtë segment me Kalabrin. A ka makrim? S'ka shumë që shtrua e rruga Me Kalabrin është planifikuar tuneli aty dhe fare. Nuk ka shumë që është shtrua e rruga aty. Rruga Veternikut, nuk ka shumë. Qysh kanë mujt këta kryetarë. Qysh kanë mujt këta kryetarë. Me bon kitë zezë, me punu 2 herë, mi dëmtu taksa tona, mi dëmtu 2 herë. Ndaloj, parkoj, lutem këtu shkurt, veç dalë me një sekundë, sepse është njëri prej projekteve më të rëndësishme që e ka promovuar Zoti Rama. Hajde kujtim këtu kjo rrugë Kryezio ka qenë e observuar, për cilën kanë raportuar mediat në mënyrë të vazhdueshme dhe shohim, e sheh këtë pjesën atje. E di, po nuk po i marr aty se janë shumë është planifikuar tuneli i madh për shkarkimin e gjithë trafikut madh në Prishtinë, për ta mundësu lidhjen me Veternik, me Kalabri në pjesën tjetër, dhe është bllokuar, më bllokoi ai, më bllokoi ky. Tani ne po e shohim që nuk ka përfunduar për 4 vite gjithë kjo rrugë. Nga këto deri atje lart, që lidhet kjo rrugë me rrugën A, pastaj që vazhdon. Është 2 kilometra gjysmë dhe nuk ka përfunduar. Nuk ka përfunduar. Është krijuar traseja, shohim makinën e parkuar aty dhe për 4 vite bilans nuk ka përfunduar. Pse do të me votu një kandidat vetëndosës që ta bllokon kandidatin tjetër? Pse duhet me votu një kryetar që nuk ekziston? Pse duhet me votu një nën kryetar që është pjesë e qeverisjes? Zgjedhjet janë të lira, njerëz kanë drejt. Bojnë vlerësim, zgjedhjet janë vlerësim, evaluim, bilans. Unë kësaj radhe më mirë do të ishte me pas not proteste. Protest ndaj kujt mo? Ndaj kretë kryetarëve, Miro X. Po Miro kretë Prishtina X. Dikush duhet jetë kryetar. Po mi ndrru parti tjera, mi shti mi ndrru kandidat. Nuk për ju beson fare këtyne më. Cilët mi besu? Janë konsumum.
Zoti Rama, më du ta citoj me saksi, ka thënë se ati i duhen 8 vite për të qenë në pushtet mënyrë që ti mbaroj projektet strategjike për transformimin e Prishtinës. Po atina për 4 vjet 2 kilometra gjys nuk e në gjendje mi shtru. Edhe 4 vjet dhe të t'i shtron 4 kilometra. Jemi këtu të një projekt që ka nisur që është vërtet i rëndësishëm, që lidhet me rrugën A, që shkarkon Prishtinën, që lidh krejt një pjesë të madhe të Prishtinës me Veternikun, me pjesën tjetër, me periferinë e Prishtinës, nëse mund ta them ashtu, dhe që bën lidhjen strategjike të komunikimit me rrugë kryesore, me arteret të rëndësishme të komunikimit kryesor. Shikana, kur na vinë punëtorë tonë në instalime në lagjën Prishtina Re këtu, për më shumë se 2 orë, 3 në ngelen në trafik. Do të shkoj dita me 2 punë. Po? Kjo është krim. Është krim. Edhe pastaj, normal që nuk do të ketë... Prishtina thu nuk ka ofertë serioze. Nuk ka. Nga e cila mund të pritet një transformimi pas 4 vite. Nuk mund ta shohim Prishtinën që... Po? Nuk ka Prishtina. Po i merr lakmi qytetet e tjera, i përmend Kryqëziu. Po, Ferizaj është ndryshim, e kisha bo kryqytet. Ka bo transformime rrënjësore. Është... Gjithë kjo rrugë të në rrugë është Malisheva që ka bo ndryshim, është kjo Prizreni, është Gjakova, është Besjana. Po. Këta pjakuzojnë është ta për nej keqëpërdërim, nej sen. Këthimi majtas. Jo, dhe është ta me të pru që kena me po. Rruga na qënë drejt Pallatit Drejtësisë. Drejt Pallatit Drejtësisë. Po. Vesh me po të gjendjen që është, ta mundet me kalu një këmësor që sajte. Jo, s'ka shtek për këmësor. S'ka shtek fara për këmësor. Kjo është rruga më e pa mirëmbajtur në Prishtinë me gjasë. Asë një rrugë nuk është mirëmbajtur në Kosovë tash e 4 vjetë. Është njëra prej artereve që lidh gjithë komunikimin me Pallatin e Drejtësisë. Me Pallatin e Drejtësisë. Asë rrugët, kryesore shikoj grupat. Ruje makinën sepse po të qajnë në gomat. Shef, ka edhe ardhëmëria me shku mi ndru ma shpesh, edhe autoservis keni me shku mi rregullu veturat. E di që më tha keni? Qka më tha keni, e di? Qka? Problemi maj madhi makinave, i kereve, veturave, autometën në Prishtinë, e di cili është, unë e komendu gropat e këto, po gropat po pluni. Pluni madh. Pluni prish veturën. Është vrastari figurativisht më i madh i makinave. Ai që i shkatron makinat, i amortizon. Ai e prish çipsetat e veturave që hynë mbrana, ai e prish pluni, prish çipsetat, nuk i lexon digjen. Pluni domethënë sipas automekanikut njohur në Prishtinë keni, domethënë është shkaktari. Jo sipas ti, po sipas çdo mekaniku. Unë duhet me citu. Po. Sipas çdo mekaniku. Ajo specialisti kësaj. Shikoj, kompania ku pagun lejen, i ka përfundu për shembull projektin e vetë. Si ajo aty lirimi, si këta Prishtina Premium që janë këndej, e kam përfundu trotuarin komplet. Komuna e Prishtinës nuk i krym punë të veta që ka marrë lejen, që ka marrë parat për leje. Nuk është në rrugën. Hapësina publike për metër katror për kokë banore nuk respektuat fare. Shikoj lagjet e reja duke u ndërtu dhe e shet që janë të mbytura nga betoni. Po, te shumë qëre bre, sa lagja ka orë këndej, nuk vjen me menagju situatën me këto pruna këndej, shkon e prish tokën e bukës në anën tjetër, s'është ma letë me ndërtu. Banorëve u mohohet e drejtat që të shfrytëzojnë hapësinën për metra katror, sa u takon me ligj e me standardet shkencore, Kryqëziu. Blejnë banesa, nuk kanë parkingje. Po shikoj e këtë tokë të bukës këto, pse më dhonë leje aty, e pse mos më negociuni leje që të ma poshtë? Jem të Pallati Drejtësisë duke shku, përballë Pallatit Drejtësisë e sheh edhe stihin e ndërtimeve ku hapësina publike e shfrytëzimit për metër katror, për kokë banori duke që larg çdo standardi. Qytetarët janë të mbytur nga betoni, nuk kanë
hapësira të gjelbra, nuk kanë hapësira publike për të shfrytzu për lëvizje. Po vijojmë. Harroni përmend aty qytetarë të prit. As vend stacion të autobusit nuk kanë. Po. Jemi në vendin kryesor ku ndohet drejtësia. Në Pallatin e Drejtësisë, institucion zbatuese të ligjit janë këtu. Po kthehemi mbrapa Kryeziu. Po jemi në këtë rrugën këtu, po dalim në anën tjetër. Prishtinës. Në djathtën tonë është Ajvalia, që fillon territori katastrali Ajvalis. E shat lagjër më të bukur të Prishtinës? Po. Në ndërtim e sipër, po? Po, jo, ka përfunduar një pjesë. Po. Aty banon presidentja jonë e dashur. Po këtu te Marigona, po? E Marigona. Po. Ty banon presidentja jonë e dashur. Mirë shumë, po du të banoj diku. Po du të banu dikun, po me rroga ja me blie shtëpi 1 milionera. Kam punu, tha, që 25 vite. 25 vjet 1 milionera shtëpia? Kam punu, tha, ma? 25 vjet 1 milionera shtëpia? Kam punu. Sa ka pas rrogën me drejtë që e morë dhe që tash? Ja? Kam punu. E shomi këto Prishtinën që shihet nga Një larg. punëtore që punën në një bank aty ku e ka kredien, më të madhe tha ka ratën e kredijes, tha se rrogën tha që pagun tha për shtëpi. E prokuroria për bollë sa i flanë. Zallamahin stilin e ndërtimit. Ashe dikun hapësirë të gjelbërt. Sa metra katror të hapësinës publike janë të destinuar për kokë banori. Po fare. Këto janë projektet digjitale të Prishtinës, të arkitektit Prishtinës. Shikoje Prishtinën, e mbytur nga betoni, e mbytur e fundosur, pa hapësirë publike për gjelbrim, pa hapësirë publike për njerëz mushkritët të cilëve duhet përjetojnë oksigjen më shumë. S'kan ku ti lën fëmijët me aq siguri që dalin jashtë pallateve, jashtë banesave që shëtisin, që të luajnë. Ku të luajnë fëmijët? Ku të luajnë? S'kan ku me lujtë. Ku të luajnë? S'kan ku me Të në standarde shkencore, nuk i bë Kosova. Shikoj kthesën këtu mas pare, shikoj shtëpinë në kthes. Nuk kalojnë 2 vetura, nuk është në gjendje me kalu 2 vetura. Shikoje Prishtinën nga larg, ashe me synin ton i dashur Kryeziu, ndonjë hapësirë publike e shoqëruar me banesa. Shikoje planifikimin hapësinor. Një model gjysë otoman jetese me rrugë ngushta, cinkone e perandurive këtyre rrugë të ngushta. Këto rrugë nuk përmbush as minimalisht kërkesat e njerëzve për komunikime qarkullim. Shika, janë disa njerëz që jesin gjallë të njëtën. Po nuk po të rrugë, po nuk po të artere komunikimi. Ma përkujtove një shoktimin, generalin Agron Haradine që kanë rrujë jetë pak më herët. Respekt për kontributin e madh. Njëri thoshte, që dhe ke qëndrim, thëke, ka mërnu gatë, thëke, po qka po t'i thënë, thëke, kimi majtë menë shumë. Sa ka ponu, thëke, turki këtu, thëke. Edhe qaq vjetë, thëke, në avynë, thëke, mu pastru, thëke, për me ndryshu. Si është e mund ndërtohet një pallat miliona euro, nuk planifikohet rruga, ku është qasja kryesore, sa hapësirë publike duhet i krijohet një qytetari para se dalë në rrugën kryesore, janë standarde shkencore. Nuk zbatohen këto në Kosovë. Fatkeqësisht, Kryeziu. Nuk zbatohen. Investon miliona euro në pronë dhe posa dalësh për pronës përjeton model nuk i kanë fajet investitorët këto. Fajet i ka... Shteti du të ambikëshur zbatimin e projektit. Shteti komuna... Base investitorët mund t'jenë pakt të interesa me udhëhes të komunës. Shikaj, do t'hime një rrugë të Prishtinës. Esha? Kjo është rrugë në Prishtinë. Esha? Tani thujnë do banor, po jetojnë në Prishtinë. Po hymë në lagjen më të rëmujshme si në Islamabad, Pakistanit me shku. Me atë komunikacionin ku askush nuk di kush ka të drejt, ku duhet hy dhe çfarë duhet bëj. Shiko çfarë investime.
10 miliona ta kanë pagu taksat, shikoj po thom çfarë investime. Çfarë investime? Taksat. Po investitorët edhe mund të jenë në pakt interesash me kryetar komunash. Jo, më çfarë? Po si jo. Po Çish është e mundën me leju? Investitorët që intereson mu, çfarë më intereson mu lidh me një kryetar? Mu më Ti intereson edhe me korruptu, si jo? Jo, më çfarë? Po si jo, dhe mirë. Po jo, më çfarë? Ti intereson me realizu interesat tua. Pse mi thonë unë atina, respektoj ligjin e se ma jep të drejtën po. Nuk ka birë në Kjo punë nuk është me ligj. Cili ligj? Ligji xhungullës o kë. Ky nuk ka ligj që respekton planifikimin e hapësinës publike. Kjo rrugë nuk është lagje 50 vjet. Kryeziu, ky nuk e thot ligji që të krijohet një lagje ndërtimi me shfrytëzim të këtillë të rrëmujshëm të hapësinës publike. M'fal. Nëse më thu që ligji këtu është respektu, është gabim sa qele mbyll syt, lirisht mund ta konstatoni me njëherë këtë punë. Kjo është lagja më e rrëmujshme, si me shku në Islamabad, Pakistanit. Me shku në furte, me lyp një burek. Dhe me ta dhoni kush nuk det cilat janë rregullat në këtë rrugën, mu ardhen veza. Që nuk është rezultati, zotit Rama, është ndërtuar me vite nga kryetarët e krejt komuna. Shikoje kjo rrugë me 2 kursi. A përmbush kërkesat e banorëve për komunikim, për qarkullim, po fare. Këto ndërtime janë bo në kohën e zotrit Beqiri. Edhe në kohën e zotit Mustafa. Shikaj, se s'ka mundësi ku më këthy, shikaj si vjen mrapa. Qaq që s'ki hapësirë fare me qarkullu. Jo fare. Kjo është e vërteta. Jem në rrugën, në lagjen më kritike në Prishtinë. Përveç atyre lagjeve me rrugë ngushta të Kodrës së Trimave, kjo është lagja e re e ndërtuar në Prishtinë, e ndërtuar me modelin më të keq të mundshëm, me planifikimin më të keq të mundshëm shfrytëzimit të hapësinës publike. Kjo është desh me qenë shembull për Prishtinën, është desh me qenë shembull për Kosovën. Si është e mundur lagjet e ndërtuara në Jugosllavi të kenë shumë me shumë standard kryeziu? Dardania, Bregu i Dillit. A dikush ka qenë arkitekti tyre se këtu deshta me dalë? Po, si është? Është heroi Prishtinës që u vran nga banditët, Recep Luci. Ai është arkitekti i Prishtinës, Kojshijini. Ai ndërtoi ato lagje që i thuti, ai ndërtoi Arbrin, ai ndërtoi Ulpianin, ai ndërtoi Dardaninë. Shiko, a gjen hapësirë publike për lëvizje të njerëzve? Ku dalin fëmijët? A guxojnë të dalin vetë jashtë banesave për shkak të këtij trafiku të rrëmujshëm e kaotik? Nuk ka vend për shportat në rrugë. Shikoj shportat. Në rrugë. Këto është... Po, kthemi kryeziu. A mund është me i këto? Shikoj ku hyn banorët për ditë. Këtu kam blej banesa me nga 130.000, 150.000 euro banesë. Kthemi mbrapa dhe vazhdojmë. Ka rruga C që lidhet me rrugën B. Po vijojmë atutje. Vetëm vijot lutëm, gjithë këto, po prandaj, shikoje si e kanë bërë gjithë këtë zallamahi, këtë kaos të keq shfrytëzimit brutal të hapësinës publike. Këto është një grup. Po. Është një grup këtu, që është tash 20 vjetë. Po. Ka ngjellë, është e rrezikshme, janë armaturat aty për fëmijë, nuk kanë ku me lujt fëmija, mund lëndohen, edhe është pa shfrytzuar, nuk dihet çka ka ndodhur me ta. Ose ka qenë komuna në gjendje as me morra si mos për ta. Vijojmë atutje. Shikoj rrugë të Prishtinës, rrugë të Prishtinës është kjo. Vijojmë atutje se pengojmë edhe komunikacionin. Po. Vijojmë tani direkt, lutem. Kjo është lagja më e populluar, jashtë çdo standardi që e thot dhe e lejon shkenca dhe edhe ligji. Për metër katror, kjo është lagja më e populluar, e mbi populluar, e stërpopulluar me njerëz dhe me shërbime të pakta publike. Me shërbime të dobta publike. Infrastrukturore e tjera. Cili kryetar do të mund ta ndryshonte këtë lagje kryeziu? Këtë lagje? Nëse do të mund ta ndryshonte dhe çfarë do të mund ta ndryshonte? Ramazan Drovci.
çfarë do të mund bëj? Si të rrëzoj gjithë këto objekte? Ramizi ka thonë që aty ku është vija e ligjit, teje që aty ka me shku. Edhe besojnë të saj është që ashtë i kriju naturalisht. Për shkak të popullimit të Prishtinës, lagjeve të ngarkuara dhe me infrastrukturë dobet, a është një të rëndësishëm si projekt strategjik për Prishtinën e ardhshme zhvendosjen e popullimit në një hapësirë tjetër, në mënyrë që të shkarkohet Prishtina? Sa është i rëndësishëm? Shikoje, që ku i jepet leje për parkim marketit këto? Ku do me kalu këto? Që ku është tabela rrethet, ndalohet parkimi? Është rëndësishme për Prishtinën që të shkarkohet dhe të orientohet popullimi në një pjesë tjetër mënyrë që të shkarkohet edhe ky trafik kryesor. Po Shkoj Majtas kryesor, shkoj Majtas. Qysh do me shkarku të... Shkoj Majtas kryesor. Apo më tregon? Qysh kur nuk din ka me nisë? Gjithë makinat e parkume në trotuar, sepse pronarët e banesa me ndërmjes kanë blerë gjitha garazhet, gjitha parkingjet dhe ato i mbajnë për Kush e ka leju ato? Kush e ka leju ato? Për herë, ta pas kanë shtru asfaltën e ri që Kjo është një institucion publiko-privat qerdhe. Jo, asnjëherë nuk është hap që është ndërtuar me vite dhe mbetet i tillë. Pse nuk është hapur? Investitori duke që ka mbaru punën e vet, a ka mbaru ajo deri në finale, nuk e di, por që mbetet i thatë mbetet. Nuk është vënë në shërbim të komunitetit. Ka pas në arsye? Po, kjo është rruga pikërisht që lidhet me rrugën atje ku ishim me herët, projektin të cilën në çdo moment e promovonte vetë kryetari Rama si projekt strategjik për Prishtinën, por që nuk ka ndodhur thuajse zbatimi asnjëherë. Po. Ja, këtu mbaron, kjo është rrugë Çorre. Kjo lidhet me rrugën A. Po nuk është zonë pa qarkullim. Lutem ktheu kënej kryesor. Rrugë pa dalje. Po rrugë pa dalje është. E këta banorët ka po shkojnë? Në këmbë. E këto banesa, ku që ka dhënë lihen këto? Kjo është përroj këto. Kjo është batute këtu kalon rruga A. Do të thonë këtë pjesë kalon rruga A. Do të thonë mbulohet të gjithë përroj këtu. Ashtu është menduar edhe për sa vjet mbaron, nuk e di, nuk mund të flas kush më duke u bazu në trendin. Shikoj ka shkojnë në fëmijë, shikoj, të lutem merre. Ka qenë tendaca në nënkërsnim vazhdimisht shkojnë në shkollën Pavarësia këtu. Rreth Gjarprive, rreth Mbetorina, rreth po. Qenë tendaca vazhdojnë të jenë një prej premtimeve të kandidatëve për kryetar të komunës Prishtinës, kryeqytetit. Po skibra do të me kom problemi kryeministrit. Po jo bre. Do çumi mbyll organizatat e çave edhe me dalë një vakët. Jo, nuk është ndaluar kjo çfarë thonë. Qa është ndaluar? Ka piçojnë mal. Si që ndalë me morrat kombin e Graçanishtë se bigel çka që është si u bë që largimi i qenëve endacak, problemi i qenëve endacak çndrohet në premtim gati kombëtar për Kosovën. Po s'është ajo zgjidhje. Premtim nacional. Nuk është ajo zgjidhje. Si është mundur mos zgjidhim problemin e qenëve endacak. Kanë mbet dyqane, nga 2 dyqane. Që ti kanë hopën, kanë mbet dyqane të mbyllta. Investime pa planifikime, pa plan. Vjen investimi koti e kil, thotë du mi premtu diçka, thotë dra njefësit. Nuk kanë ka më lëviz për shkak të makinave që parkohen në trotuar, në çdo kohë. Dhe kjo nuk është punë vetëm nuk është punë fare zotit Rama, është punë e policisë që duhet ta zbatojë ligjin e komunikacionit të trafikut. Po ku kanë me zbatu ata shkretit? Kur si dalin s'kan qare pa i denu ka të cilën njerëzit. Po vijojmë tash ka rruga C, një projekt që është bërë në kohën e kryetarit Isa Mustafa. Edhe rruga B po ashtu. Bina jo kom punëtor.
është pa diçka në punën e tij. Ka punu. Prishtina ka një buxhet jashtëzakonshëm në dallim prej komunave të tjera kryqëziu. Po ka 4 fishën e komunave të tjera. Po tash kur mundet me përfundon viti buxhetor me suficit është kur mundet me përfundu një komunë e Malishevës. Një zhvillim gjigant me buxhet prej 5 milion euro. 5 milion euro. Kur mundet një qytet i Ferizajit, sa ka Ferizaj buxhetin? Ferizajit natyrisht e ka. Një 5-16 milion, 20 milion, me t'i bu ndryshime të rëndësore. E s'ponet Prishtina me 100 milion buxhet? A normale kje? Me blokuan për të trama, me ndalen. Po jo, po se ka bloku kërkosh me dalë me regullu rrugët. Se ka bloku kërkosh, qka e ka dhonë lejet e ndërtimet me marrë me regullu rrugët. Shikoje ku kam bërë qarkullim rreth rrotullus. Pse si ka marrë me shtru rrugë, që e ka dhonë lejet sajtë? Në rrugën C kam bërë këtë qarkullim rreth rrotullus, standardet arkitektonike, rrugorian që në çdo 500 metra të bëhet një i tillë. Dhe kam bërë vetëm për t'i mundësuar disa banorëve që të hyjnë këtu në këtë lagje. Jo, nuk është në rregull kjo, sipas arkitektëve. Restorani pozitiv këtu është i njënit prej kandidatëve të vetëvendosjes që janë deputet të vetëvendosjes. Këto e kanë bërë për shkak të deputetit. Po nuk e ka bërë vetëvendosja, këto e ka bërë zoti Rama. Pa ka bërë me kërkesë, këta janë bashkëqeverisje. Po jo, nuk ishin bashkëqeverisje. Bashkëqeverisje, këta janë marrë vesh. Këto kanë mujtë më marrë vesh më rreth. Këto kanë mujtë më marrë vesh më rreth. Do të thotë këto e kanë do pazarin se kono në njëri dykë e sanin aty banu, e atje nuk kanë mujtë. Çështja është që po shkelin standardet për të bërë rreth për disa banorë atje duke e bllokuar dhe arterën motorinat në rrugë, në parking. Kjo është Prishtina. Ndalemi tash tek fundi i kryqëziu. Jemi në fund të këtij emisioni të tillë përshkrimi me makinë për Prishtinën para se të mbahen zgjedhjet lokale. Të një rëndësie të veçantë për Prishtinën, por duket që gjithë kandidatë në mënyrë tjetër Zotri Berisha qënë për lakmi këto banesa. Kjo është breku i dillit, por një lagje e planifikuar. Sa banor do t'jenë, sa metra katror se cili banori ka për shfrytëzim, sa metra për parking, është shërbimi ambulantor. Autobusit këtu, termokusin, qerdhen, me planifikim. Qerdha, shërbimet komunitare, gjitha janë këtu, me hapësirë publike. Me hapësirë me të gjitha. Kjo shkencë nuk lidhet me komunizëm kjo, zoti kryqëziu. Shkencë, planifikimi hapësinor është shkencë. Nëse vendos me ndërtu 3 pallate, ato 3 pallate so banorët i kenë, po aq përpjestohet dhe shfrytëzimi i hapësinës publike me ligj. Po në Prishtinë kjo nuk ka ndodhur fare. Shikoj lagjën e vjegur, lagjën e banesat e Kuçës si i thonë në Prishtinë. E kush janë dalën për parim Ramës me dalë me bë pazar me investitorë? Kush janë dalën? Mi rregullu këto sane. Kush janë dalën me qytetarë më çu me bë pazar për parim Ramës? Ligji është duhet zbatohet, jo të bëj pazar me investitor. Investitori duhet vetëm të zbatojë ligjin. Ligji ta mundson sekretari i komunës më çu ti me bë pazar për të mirën e qytetarit. Ta mundson qytetarët e qesin në vota, banorët asaj lagje, janë të ndryshuar për ndryshim, do të me bë projektin, mi gjetë investitorët dhe me bë ndryshimin. Zotri Rama e ka pas për detyrë. Nuk ki shpresë për një transformim të madh të Prishtinës. Nuk kam shpresë se s'ka kryetar të pazargji. Kryetari duhet ta zbatojë ligjin, jo të jetë pazargji. Kryetari duhet të jetë pazargji. Jo tuxhar. Pazargji, duhet me dalë me bë pazar. Pazar me kë? Me qytetar. Ligji duhet zbatohet. Po ligji ta lejon ato, me marrë me rregullu lagjet. Me marrë me ndryshu lagjet. Me marrë me dhon dizajn qytetit, formë qytetit. Ligji ta lejon ato. Nuk mund është mu që mja marrë pronën kërkujna, se ka vlerë prona. Prona private është... Për deri sa ka vlerë prona private, ty ta jep ligji mundësirë me bë pazare. Se nuk e shkarkuan popullimin e Prishtinës për në periferi. Asnjë projekt transformues nuk ndodhi. Asnjë lagje nuk e ki. Me planifikim si duhet hapësinor, me hapësirë
publike mirë të shfrytzuar nga banorët. Jem duke shkuar te lagja e Magjerve, këtu. Lagja e Magjerve. Shikoj lagjën e Magjerve këtu. Po. Kjo objekt pa trotuar është ndërtu në kohën e Titer Kujna, se veç shfaqet përparimit pjalojna. Rrugët po i shtron gjithë këto javë për sa kohë që po e bëjmë edhe këtë emision, këtu do përshkrim televiziv mbi Prishtinën e sotme. Kisha bo protestë qytetare veç me ndryshu me bu çdo 2 vjet zgjedhjet. Me shtrobile rrugët. Këto gjitha ka qenë shtëpit, dhëna për banor, por ma thuj, cila është hapësira publike që shfrytëzojnë banorët? Cila është hapësira publike? Beton, betonizim masiv. Banorët nuk, kur e blejnë venin, nuk ka problem mo ju ti me lyp ato. Ta dhe është me lyp kryetarit komunës ose mos me blej këto heq. Po shikoj, këto mrena 2-3 vjetë, vizderit merren vesh me banor, me investitor, kanë mu prish. Që ki banor që tu? Ku dalin fëmijët, ku kanë siguri fëmijët këtu për dal vetë për lëviz. Zotre Berisha. Ku ka park lodrash për fëmijë. Gjithë ky investim, ky betonizim masiv. Zotre Berisha, po më dëgjoj me vëmendje. Ku jetojnë, si është e mundur me jetu kështu këta njerëz? Apo më dëgjoj me vëmendje. Po. Për çka duhet me blej banesën që to edhe leje ndërtimi mi dhonë nesër që to? Ta njetën do me jetu në kanë tjera? Objekti me objekt është i ngjitur, nuk ka ndryshim publik. Shikoj ku e ndollet, nuk ka mundësi me kalu 2 vetura. Nuk ka mundësi me të kalu 2 vetura. Jo. Ku kanë me të kalu 2 vetura? Ligji nuk e thot kështu. Por është shkelur me 2 këmbët ligji. Ligji nuk e thot kështu. Po. Kjo është një pamje që e konstaton lehtësisht shkeljen e ligjit me 2 këmbët. Shikoje objekti me objekt ngjitur. Objekti me objekt. Nuk ka vend me kalu me fëmijë me kolit. Çfarë thash ti na nxan rrugën kë? Po natyrisht. Edhe s'na nxan 2 vet këto. Kjo është Prishtina e ditës, e natës. Shikoj vetura në trotare. Të gjitha. Ku i kam parkingjet këto? Shikoj rrugën. Krejt e bllokuar për veturave. Po. Është problemi i dukshëm si përfaqe. Nuk duhet të bë ulëmtim shkencor për ta ditë situatën çfarë është. Kënë rrugë i. Kjo është pamja shëmtuar e planifikimit hapësinor. Rruga 2 kursi, mana kursi është të bllokuar. Pamje e shëmtuar e një planifikimit hapësinor e shkeljes me 2 këmbë të ligjit mbi shfrytëzimin e hapësinës publike. Shikoj. I rezervuar për lëvizjen vetë vendosje. Po, është drejt me ligj. Po. Këto kryqëziu me këtë rrëmuj trafiku, drejt që e morë qysh mujti... Me këtë pamje të shëmtuar të betonizimit kolektiv, me këtë pamje të shkeljes drejtave elementare të njeriut për mos shfrytëzimin për metrë katror të hapësirës publike. Shikoj para vetë vendosje s'ku i kanë lënë trotuarët, veturat, edhe para partijës ta i lënë në rrugë. Tashte që kjo partitë qeverisë ty, krejt veturat, trotuarën ku me kalua, ta kam bllokuar me kjera. Por duket që partitë e ideologjit partijake nuk kanë pasur pe shumë në Prishtinë, kanë bërë pakt kolektiv për ta shkelur ligjin. Ka një koalicion kolektiv për ta shkelur ligjin, për ta bërë këtë Prishtinë të shëmtuar, me këtë hapësirë të keq menaxhuar publike, me këtë dëm të madh strategjik për qytetarin, se si po jeton, ku jeton.
cila është hapësira e tij e merituar me ligj publike, që duhet ta shfrytëzoj për metra katror, për parking, për t'i pasur shërbimet e komunitetit afër, shërbimin ambulantor, qerdhen, shkollën. A dalë policia në kanë probleme? Jo, nuk po vijojmë, sepse kjo është një ekzaminim, policia nuk kanë drejt e trafikut për të fol, pa i dhënë leje zëdhënësi. Përballë nesh është ministria, në djatën thonë Ministria e Arsimit, përballë nesh atje është fakulteti juridik, fakulteti ekonomik. Faktikisht aty është shkruar Ministria e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, po aty veç arsimit është, këto tjerat nuk funksionojnë në Kosovë. S'ka as teknologji, as inovacion, as shkencë, as anë. Po vijojmë këtë rrugë, në këtë rrugë po e ka zvoglu zotri Roma, të desh me bëhet qytet biciklave. ku janë tramvajat, metro si i thojnë ta, shërbimi metros, 100 autobusa, metro, tramvaj. Edhe ku do t'i vendosin këto shërbime, ku do t'i vendosin 100-200 autobus që kanë premtuar se do t'i bëjnë, ku është kursia dedikuar për autobus, ku do t'a lënë atë kursi? Si është zgjidhja ideuar për 4 vite të ardhshme? Ku do të lëvizin autobusët? E blerë, nëse të njëjtit do të blenë. Ku do të lëvizin këta autobus? Ku? Në cilën kursi? Ku do të krijohet ajo kursi? Prandaj, duke që po përballemi me një retorik reprizash të premtimeve nga zgjedhjet e kaluara. A do me pa dhe i logje? Jo, lëvizim Bollo Shkodra Trima, kem lëvizur disa herë. Në kohën e Trimave. Me këtë, une du të falenderoj, jemi një orë në këtë përshkrim televiziv. Kjo është Prishtina, në prag të zgjedhjeve lokale, një situatë nga vendi ngjarjes, pa shkputur asnjë gjë nga ky përshkrim televiziv që bëm bashkë me Qendrim Kryeziun, pronarin e korporatës Kryeziu, i cili lëviz për shkak nevojave të tij dhe të bizneseve të tij çdo ditë në këto rrugë të stërngarkuara të qytetit. Kryeziu, faleminderit shumë. Shikojmë, për fund. Mbaruam këtë punën e bashkëmbllazimit këtu. Po. Vend se më morë me prish këtu. Kjo është një shqiptar, malazez edhe serb. Shesh ka drejt që na vy neve, këta janë tregishtat këtu. Për 4 vjet. Këta janë tregishtat. 26 vjet Prishtina nuk e ka. Që qesin serbë, këta janë tregishtat që qesin serbë. Shikoj këtu. A di pse po them shtatorën e Adem Jasharit. Malazez shqiptar, në qendër të Prishtinës ende është simbol i Jugosllavisë. Ka qenë planifikuar të bëhet sheshja Adem Jasharit, është vendosur. Ende Prishtina nuk e ka. Jugoslav të Prishtinës. Ende Prishtina nuk e ka sheshin, e ka sheshin të mbluar atje, ende nuk e ka shtatorën e Adem Jasharit. Nuk e ka, se këtu janë Jugoslav të Prishtinës që kanë gull ka me mbajt këtë shtatore këtu. Kjo është shtatorja tregishtave. Jugoslav, malazez dhe serb. Dhe ende kjo qëndron në zemër të Prishtinës. Ende qëndron kjo këtu. Para parlamentit Kosovës, që është desh më prish e para. Si është dhonë pavarësia Kosovës me morë me prish. Po këta ende dojnë bashkëmbllaznimin me Serbi, një pjesë bukur e madhe. Katastrofë me thonë këto, me tregu këtë realitet. Po kjo është realiteti, që ende dojnë. Ende komponë në kronikat ndryshme që dojnë Titën. Ende dojnë Miloševićin këtu. Është kontingjenti që ka jetuar me lavdinë ekonomike personale të kohës, por nuk me qarkullu këtë. Shqiptarët kolektivisht kanë qenë të shtypur, nuk kanë pasur liri politike, e as ekonomike, sepse kanë qenë shumica e njerëzve të varfër. Varfër, po kjo është... Po vazhdojmë, po e mbyllim Kryeziu këtë, me një fund të shkurt, të dielën, kush duhet ta fitoj Prishtinën?
duhet jo vetëm Prishtinën, po çdo komunë të Kosovës duhet ta fitoj ai që nuk ka qenë pjesë asaj komune. Duhet ta fitoj ai që nuk ka qenë pjesë asnjë koalicioni të mëhershëm në atë komunë. Gjak i ri po thu. Duhet frymë e re në çdo komunë. Duhet të vinë individ të ri, të cilët nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në udhëheqjen e asaj komune. Po. Duke përjashtu ato komuna ku e bën ndryshime. Prishtina është përballur edhe me këtë ofertë. Në cilën ofertë? Historikun e qeverisë së saj, me gjakun e ri, me njerëz që nuk kanë qenë pjesë e paktit të asnjë lloj koalicioni, pjesë e asnjë lloj partie politike. Lëvizja vetëvendosja është deg e lidhjes demokratike të Kosovës, sepse është pjesa më e madhe e lidhjes demokratike të Kosovës për shkak të përçamjeve të veta që i kanë pas janë dalë në vetëvendosje. Është deg e Partisë Demokratike të Kosovës, të pakënaqërit e PDK-s janë dalë në vetëvendosje, të pakënaqërit e Aleancës janë dalë në vetëvendosje. Kanë të drejtë, është vend demokratik Kosova. Po kanë të drejtë, po nuk është frymë e re që me thonë këta janë ndryshim. Këta veç që kanë bashku Albinit me vazhdu historia e kandidatëve që kanë qeverisë Prishtinën tregon që në komunë kandidat Prishtina është qeverisë gjithmonë vetëm prej LDK-s. Nuk është qeverisë prej askuj tjetër. Shpendameti ka qenë antari LDK-s. Po ka qenë kaluarën, por ai ka qeverisur në kapelën e nuk e ka ndrua jasë në gjyra. Ata e ka qenë pjesë e LDK-s. Nuk mundet me thonë Prishtinë si kandidati vetëvendosës dhe me mbështetjen e PDK-s në vota, po si çfarë thu? Po ka fituan. Se ka pas shok ta membri Krasniqat edhe... Zero pritje po ki për një Prishtinë të transformuar. Unë po thëmë edhe një herë, jo vetëm Prishtina, e përjashtoj Ferizajin, që është mëkat me ndryshu qeverisja në Ferizaj, është mëkat në Prizren, është mëkat në Besjan, do të mja dhonë shpejtim Bulliqit, do të mja dhonë mundësien edhe Ardian Gjinit në Gjakov që ka bo transferimin, se ka punu njeri, do të mja dhonë edhe Kremit mundësien prapë se ka punu, ka bo ndryshim, e ka mojt fjallën për çka është zotu. Do të mja dhonë mundësien edhe Imrijes në Lipjan, që ka punu njeri. Po në Prishtinë do të me ndryshu. Ti folë për Prishtinë, më le komuna tjera. Po në Prishtinë më do të me ndryshu. Në Prishtinë nuk ba me votu as LDK-n, as vetëvendosin, as PDK-n. Trijat janë konë pjesë e shkatrimit Prishtinës. Në koalicione ishin secila me secilën janë konë. Secila me secilën. Secila me secilën. Kësaj radhe... Kjo është oferta, Kryziu, zgjidh e merë. Në këtë radhë protest. Protest, tregova, protest. Nuk është në rregull, shikoj, vetë se më marrë me rregullu një rrëthullim këtu. Po ta kishe mundësinë të zgjidhe ku të jetoje. Do ta leje Prishtinën, Kryziu? Po. Veç më ka folë zoti shqiptar, edhe du vendin tem shumë, se për ndryshë asë një sekund nuk isha jetu në pluhën, në bërlëg, në tem të Bilicit, në bërlëgjet kretarëve të komunave këtu, në pluhën që bojnë pa pasru rrugët, asë një sekund nuk isha jetu në Prishtinë. Asë një sekund. Qysh do me jetu në një qytet 4 orë. Hem për 10 minuta, ma para vjen pe Prizrenit në Prishtinë për 30 minuta, pe Shkupit në Prishtinë për 30 minuta, se me Shkupeve pe Arbrijes në Gërmi, që i bën 2 orë e 20 minuta. Kostja e të jetuarit në kryeqytet? Kja është të merë. Është merë. A është knatësi me jetu në kryeqytet sot? Në kryeqyteta? Po. Po veç knatësi nuk i. Veç knatësi nuk i. Ki të merë. Për fund? Për fund, shikon e parkun tashti për jafrojmë. Për fund, jam mbaruam, të parku këtu në Arbëri, po. O të parku në Arbëri, ku qytetarët e Prishtinës, edhe në kohën sa ka pas ambasada amerikane atë pjesë, me degën e saj Usaidin, të mbyllën, ne kem pas mundësien me jetu aty, me qarkullu, me dalë me shfrytzu parkun. Po? Qohet Gjelal Sfesla, Gjelal Tenesja, këshia jonë. Mos e ofendot, lutëm. Pa jo, bre, drejtë që e morë në këshia kem që aty, na i ka blokur rrugën me Donald, që është ofendim aja, a i ka arë me po. Nuk i thuot Tenesja, jo. Nuk është aja me ta blokur rrugën aty.
Për çka? Pikujna po tutet. Pikujna po tutet. E vlerësojnë institucionet e sigurisë atë? Po çfarë institucione? Ma institucion më të lartë se Bashkia Amerikane s'ki. Sa ishin Amerikanët këtu me shërbimin Sa e kishin atë pjesë aty na kem kalu jem dalë në park. dhe Tash di këtë banor do të mi po 3 kilometra më orë të parku lart. nga arsyeja që Nga arsyeja se tutet Xhelalçes na ka bllokuar aty rrugën. ky është parku në djathën Ky është parku këtu. Përballë është Parku i vetëm i ambasada e Republikës Prishtinës. Federale Gjermane. Shikoj këtu, a e po parkingun. Po. Çdo ditë largohen nga Kosova 10 qytetarë. Çdo ditë. Pse largohen ata? Pse ju pëlqen Prishtina? Kosova Se ja është pëlqen komuna ku jetojnë? Kosova është prazër për vitin 2020, 2024, Në kohën- sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Në Kosovës, kohën e- 10% e popullsisë e- kanë braktisur vendin. Në kohën e 250.000 vete kanë braktisur vendin kryesiu. ju mos janë 250.000. Do të kallëzoj sakt më shumë janë. Këto janë dhënat e ASK-s. Po ja so këja po rrajnë. Po morrin parë për gjithçka e po rrajnë. Është institucion që bën statistika shtetit. Institucioni rrajshëm i shtetit është. Nuk mund të themi ashtu. Jo morën i them, kanë rrajt edhe për regjistrim popullsisë, kanë rrajt për gjithçka. Kusht i paguajnë ata punojnë. Rrajnë sa janë. Shikoj, Po, këtu është që ne kena pas rrugën me dalë gjithmonë poshtë. Gjithmonë e kena pas me dalë poshtë. Sot e kena të bllokume, nuk mujna me dalë as kom, as me vetur, e as me kur gjë. Me kur gjë hiç. Do të më çu me bo 2 kilometra rrugë, na për më ardhë me hy. Me dalë të parku. Gjithë shka është në monitorim të kamerave të këforit. Siguria ne është kema, po, e jashtë zakonshme këtu. Por Dhe- çka du të më bloku? si ka vendosur Xhelalçes ata blokoj ministri? Ka detyri vendos punës me brendshme? bloku se kërëshi japi dalin mal. Shumë e shëtit edhe mos dalin mal. Jeni ankuar si banor? Po e në anku mërë, si në anku, po badja e kuët është. Në djatën tonë është këfori, erdhëm në fund. Kryesiu të falenderoj për këtë vozitje në sakaqet e Prishtinës, Faleminderit edhe ju. në rrugicat e Prishtinës të modelit gjysmë otoman, Jo, modelit më perandorisë ne- romake ne- me ne- rrugë të ngushta. 100% otoman. Faleminderit shumë. Shëndet, gjithë mirat. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.